Allahu i lartësuar na këshillon Kur'an në fjalën e tij, o ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Allahun xhaleshanuhu ashtu si i takon atij, dhe asesi mos vdesni ndryshe vetëm me iman. Të nderuar vëllezër, duke pas parasysh se jemi në ditën e Kurban Bayramit, edhe një pjesë e madhe jona i kemi therë kurbanët, edhe e potencova dhe në Bayram edhe po e përsëris, populli unë është i çuditshëm për me qitë bidate dhe lloj dyshimesh, a bën me therë kurbanin para xhumas, a duhet me lënë mas xhumas, sa këto pyetje s'di me thonë ka himare. Andaj themi kur dëni, s'ka kur far probleme. Kjo është e shtemës. Allahu i lartësuar, kur e ka përmend kurbanin, ka thonë fasalli li rabbika wanhar. E ti falë namazin për Allahun edhe për ta thërë kurban. Po ashtu, kjo është urdhën i Zotit. Urdhëni nënkupton farz, obligim. Po ashtu ka thonë me një ajet tjetër, kur inna salati, thuaj, edhe kjo është urdhën për pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, pas pejgamberit për çdo musliman. Thuaj, namazin, kurbani im, jeta ime, edhe vdekja ime, janë vetëm për Allahun, lillahi rabbil alamin, krijuesin e gjithësisë. Të dashur vëllezër, po e këshilloj vetëm edhe juve, kushdo që ka pas mundësi edhe ka mundësi me thërë kurban këtë vit, edhe viteve të ardhshme, edhe ka thërë në të kaluara, le ta di se kurbani nuk është vetëm thjesht një tradit me marrë, një dashje, një dele ose një lopë, edhe me e shpërndane për njerëz masi thërët edhe përgatitet, ma nëcoptohet e tjerë, por manaja, kuptimi ti është më i madh se sa kaq. Pra, jo vetëm solidariteti mes njerëzve, unë për blej ose ti për blej, po ma adhuron mu, unë për thonë faleminderit, ai tjetri këti e kështu me radhë. Solidariteti është i dukshëm, por mbi gjitha është besnikëria e robit ndaj Zotit. Besnikëria është për qëllim. O Zot, unë ty ta më kushtu këtë kurban. Në momentin që ty ta theri këtë kurban, për atër tanë e theri, jep me kuptu se unë për atër tanë janë gjendje me sakrifikua dhe sane ma vogla dhe ma të mëdha. Jo veç kurbanin me djersën teme këm fitu, kurbanin me parën teme këm blej, kurbanin me dëshirën teme në të e therë për ty, kurbanin nëse i kam mundësijat e jap krejt për ty, kurbanin nëse s'kam mundësija ma për vete, edhe pëse s'kum pas mundësi këm blej kurbanin edhe këm majtë për vete, s'ka problem maja. Por lidhja jote është ma dhe ma Allahun xhaleshanu se sa t'jesh një cop mishi. Sa është këtë qëllimi? Qëllimi është se ti sakrifikan edhe flijen për Allah. Ti ke kryu një lidhje, një marrëdhënie mes te dhe Allahu xhaleshanuhu, e cila mes kësaj marrëdhënie ka një pikë gjatë. Allahu i lartësuar kur e ka obligu Ibrahimin a.s. dhe Ibrahimi ka kallëzu djalit, që e përmendëm, ka dash me i testu ata sa jenë gatshëm me sakrifiku për Allah, njoni e vladin e njoni vetën. Vetën me sakrifiku për Zotin, o shumë ranë. Veç e vladin me sakrifiku për Zotin, kush ka e vladin dhe është, dhe të fish maranë. Andaj, ti çuditesh a mu habit me Ibrahimin a me Ismailin, në gjanin e tyne. S'munësh zdin me cëllin ma shumë mu habit. Andaj, kjo lidhje jote, kurbanin, kër e banë për Allah, nënkupton sakrifica jote që ti e i gjendje me e ba për i Zotë Zotit. Ai që e bën, qoftë njëherë një jetë një kurban, nuk i ka hije ma me shku në përtyrbe dhe në përvore edhe me lukëndim për e të vdekurve. Kjo është simbolika e kurbanit. Nuk i ka hije. Me pyet hoxhën, kështë vori drejt të vori shtranët, të vori mal të vori vogël, të vori mirë të vori keq. Subhanallah. Ti ke thërë kurban për Allah, thuaj jeta ime, thuaj namazin, kurbania. Këtun
Jeta dhe vdekja për Allah janë, veç për Allah. Nëse ka thonë Zotit diçka, unë jap Zotit. Zeqatin jap Allahit. 2.5%. Allahu Gjeleshanu të ka dhanë, veç 2.5%. E ka lypë. Ka dhanë 24 orë. Të ka falë 24 orë shumë. A blenë të njësë, cëllë breneve blenë 24 orë shumë. Me thonë të blejë, jo be t'i falë e ki jetën, të eri kur ka shku Zotit. Cëllë breneve ajrën e blenë, cëllë breneve ka linë me ndërmjesim të Zotit, me shku letër Zotit, falja filanit, fistekit njëve. Kush? Këtë janë dhunat për Allah. Nuk jenë gjende në rana 24 ore, 1 orë, gjysore. Hajdeni, kush s'ka mundësi me i falë? 40 minuta, 5 vaktët, unë ja gjënë alternativën me 20 minuta mi falë 5 vaktët. Me kry taman, veç me ngu. Veç a ka vullnetaj për me ngu që është mi falë 5 vaktët për 20 minuta. Jo me njëherë, se cëllën kohën e vetë. 20 minuta për Allah, 24 ore në tua. Aji cili, falë namaz, tërë kurban, aji mënyrë automatike dhe sanë tjera i bënë veç për i zatë Zotët. Prandaj, të dashur vëllezër, mos tërmi kurban për kërkan tjetër veç për Allah. Edhe ka qenë një traditë e gabuar, që du të trejti vrejtë, ndoshta veç ka fillu alhamdulillah me kulturë, me largu, kur të nresh një shpia, kur të nresh një objekte. Banë me tërë kurban për i zatë Zotit, me hangër mishën, me përgatit mishën, me hangër me halal, jo me alkohol, jo me haram. A i thirë mitësina, karabana, mjeshtët, sa problem, heqe. Por, gjakun e kurbanit, as kokën e kurbanit, nuk banë të hudhin të melë. Kretë kemi gabu, kretë s'kemi ditë, kretë e kemi pas. Qashtull, pëse di ka s'ka problem, pa dhije që është ba, Allahu është i mshirëshëm, vallahi Zoti falëshëm. Unë për ju garantoj që kush se ka ditë i ka ba, unë garantoj, jo se kush jam unë, qështu pështrunë qëtapi, Kurani, hadithi, qështu pështrunë. Kush e ka po pa dhije Zoti e falës, ju falë Zoti, me dhije ma se banë. Me edhë kokën ose gjakën e kurbanit në të merdë s'fanë. Pse kanë bo këta, kjo ka qenë tradit nga paganët të cilët jenë fiksu nga e gjenët, edhe për milona hatë në të shpi kanë tërë kurban. Asa është të rëshigu si, jo për e gjenët, po thjesht është banë që ashtu tradit. Pak është futë edhe ndonjerë. Pare hekurit ose ndonjerë lirë, pak grone, pak diqka, për bereqet e tjere si pas tyne. Kurbani veç për Allah. Prandaj, lidhen një pjesë besimit kurbanin, jo vetëm thjesht tradit, e bab gjysh me therë kurban, e mos me ditë pse po therë. Ajo familje që ka therë kurban, nuk guxan më në atë familje me hyjë hajmalia. Nuk guxan. Sepse është kundërshtim me kurbanin e Zotit. Në atë familje që therë kurbanin, nuk guxan as një bestytni që s'ka të bëj me fejnë Allahut me hyjë. Sepse ti ju ke besatu Allahu Gjelleshanu me krym në ti urnë që ka kry çdo pejgamber prej Ibrahimit a.s. deri tek i fundit, asaj deri tek ne e deri në kiamet. Kjo është simbolika. Ta Allahu Gjelleshanu nuk mërin, thot Zoti nuk mërin as mishi, as gjaki kurbanit juj. Te Zoti mërin devotshmëria që keni në zemër. Kush therë kurban? Ai ka me shtu bereqetin familje. Për i zatë Zotit, ai cili ka mundësit ma të vogla, letë therë kurban. Edhe nëse nuk ka mundësi, lejohet për kurban me marë bërgj, me therë kurbanin, lejohet vlasni. Kuptojnë e ta. Lejohet me therë ditën e parë, s'ke pas mundësi, lejohet ditën e dytë, lejohet ditën e tretë, lejohet. Nuk është pa tjetër me njerë më marrë me që ditën e parë banë, edhe ditën e dytë, banë edhe ditën e tretë. Se ke pas njerë ditën e parë, të ka më shmenja ditën e që ka bleje kurbanë. Thene, nuk ka problem, sepse është akoma ditë feste. Ata cilët s'kan pas mundësi, edhe s'kan mundësi, për e kësa arsye, le ta dim se pejgamberi alayhi salatu wassalam në haxhin e tij lamtumerës i ka bleje me parët e veta 100 deve. Edhe i ka therë të gjitha dhe i ka bon jetë kështu. O Allah ka thënë, këto deve janë kurban për vete, familjen tame dhe për kretë pymetin
që s'ka mundësi me therë deri në kiamet. Andaj ai i cili s'ka mundësi me therë, hyn në therën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili mbi 60 sa kurbanat deve i ka therë me dorën e vet. Tjerat i ka thonë Aliu të vazhdo theri se është marrë pejgamberi me haxhit të cilët i kanë pyet për dispozitat e fesë, ka shkuar dhe i ka dhënë përgjigje. Pra 100 deve i ka prejë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shpesh pyesin njerëzit, mendojnë që është i keq kuptim tjetër edhe fundit të tjetër. Hoxha një kurban për një antar familjes. A e bën si vjetë për vetën jetë, në matë për djalin, qëtër matë për qikën, qëtër matë për bashkëshortën. Jo, kështu. Jo. Kurbani bëhet një jetë për komplet familje. E bleni zoti shtëpisë, nëse ka parë të vlen 2, në rregull, mesele tjetër është. E bën jetë për familjen e tij. A bën me therë një kurban për dekën e për gjallë, jo, s'ka nevojë. S'ka nevojë. Sa shumë. Shtin edhe të vdekurit edhe të gjallët në qatë një jetë. Therja e kurbanit për të vdekur natën e Bajramit, se në prezent është kjo traditë, e kam përsërit, pa përsëritit, sepse në kanë ardhur, bajbu do pyetje. Është gabim me menu që natën e Bajramit duhet me therë kurban për të vdeknit, e ditën e Bajramit për gjallë. Jo, nëse ke bën jetë një kurban thash, edhe për gjallë, për vdekën ditën e Bajramit, ditën e parë, dytë ose tretë, s'ka problem. Deri ditën e 4 me i qeni bën me therë, inshallah ta'ala. S'ka nevojë, nëse therët natën e Bajramit, kurbani për njëtë të vdekurve pranohet si sadak, mesh sadak, se me shku me ble dikuj mesh, mas 20 dite. Ama jo si kurban, si sadak e përgjithshme, po, nuk ta hub Zotit, por jo me mendu se është kurban. Andaj, këtë tradit duhet ta hekin, sidomos qytetarët e Prizrenit, të cilët nuk e di ka kanë trashëgu këtë, edhe kam dëgjuar dhe është pasi bëhu si debat mes hoxhallarëve ka kanë marrë edhe pse kanë këtë tradit, i baj apel që ta largojnë këta, nëse dojnë me thërë le tërën veç ditën e Kurban Bajramit, 2 ditë, 3 ditë, e jo në natën e Kurban Bajramit. Pra pa dash me zgjatë për arsye se edhe një lodhë, dhe dash e vëzën, le talun simbolikën, ky kurban që ti po i thu Zotit të më për ty sakrifikoj Allah. Nga pasuria, nga gjaku i këtij kurbani, nga mishin, me mjetë të devotshmërisë. Edhe të përgjigjem ty me kurban, veç ty ta përkushtoj kurbanin, përgjigjem ty me namaz, jeta jame, vdekja jame dhe çdo send imi është në shërbimin tënd o Zoti i gjithësisë. Lutë Allahu xha që juve dhe neve të na ketë pranuar kurbanat, duat, veprat e xhairit, sadakat, lutjet që keni bërë, aman mos e harroni të vdekjet e juaj nga sadaka edhe nga duaja, për i Zotit Zotit, për i Zotit Zotit, për i Zotit Zotit, babë e namë, e gjyshës, tërgjyshë, akraba, e daje, nipa, kanë i keni që kanë vdek, lutë në për ta, parë Zotit. Për u lëmë bërqë në qafat e juja, lutë në për ta. Wallahi, i kanë qelë ata libra të tyne, presin për neve. Mos bani e vlatë të paheret, që me i harun doat, tona dhe ata, nuk na kushton kur gjatë. O Zot fali të vdekurit ta. O Zot mëshiroj të vdekurit ta. Në këtë ditë që është 2 fish Bajram, edhe ditë Bajram edhe ditë Gjumaja, që ju selam për e neve kretë atyne që kanë dekë nga të partë tanë. Bëja unur varë, fladitja o shpirtat në botën tjetër, me mirësit e ahiretit me rahmetin tanë. O Zot, nëse kanë bërë gjunahe, kur kanë qenë gjallë falë, pash madhin tane falë, pash rahmetin tanë falë, pash madhin tane mëshiraj vojgjët më shëshë. O më shirklot, vërtetoje sifatin, cilësin tënde se rahmeti ju të ka kaplu çdo gjë që ekziston në këtë gjithësi, le të ketë hisën në rahmetin tënd çdo shpirt i akrabave tanë, edhe nëse kanë qenë mëkatarë. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.